Zjarri nëntor është i përmasave të mëdha që përfshiu mesditën e së shtunë në zonën mes fshatrave Drizë dhe Peshtan në bashkinë Fier la pas dëme të mëdha. Një ditë më pas, banorët pohojnë se bilanci i dëmeve është i konsiderueshëm në banesa, mjete bujqësore, shpesë, vreshta, ullishte, por dhe në bazë ushqimore për baktit. Edhe ju jeni një ndër familje që jeni dëmtuar, por në kultura bujqësore, më konkretisht. Po, dy ly me gjysmë vresht një herë, të vinte kejtë veje të shikoja atje në vend. Ullin, Kunati jeton në Itali familjarisht, janë djegur gjithë ato rrenjë ullin. Neve na janë djegur 2 baca me ullin, nga 25 rrenjë që kisha 50 rrenjë ullin njëherë janë bërë kështu shkrum. E shumë të tjera dëmtime në këto, po ky është kunati im këtu, ky është dëmtuar edhe nga shtëpia, nga dëme kështu, jo freza, jo. Tani ne në fshat jemi dhe shpesë, koçka të shtruara, dëmtime janë, gjuna tani, me zika kështu. Ne hipëm në solet dhe na erdhi zjarri shumë afër, e kapi djali, mendoj që jemi në mes të lagjes aty, e shtruar me betone, na erdhi zjarri nga era, që si lubi, që shumë e fuqishme. 4 vjeçe që jam, unë s'kam parë një dëmtim të tillë, domethënë si përfaqe kaq të madhe. Ka rënë vatra, ka ardhur avioni, ka fikur e kështu, po si kjo një janë djegur tërë ata ullin. Shkaku i zjarrit çiko ka qenë dhe një neglizhencë, sepse zjarri ka rënë shumë i vogël dhe nuk i kanë rënë në kohë që ta fiknin që mos të prahapësh. Dhe era pastaj filloi me furi dhe era dhe ç'a bëri zjarri e hite era ku atje dhe u prahap. Dhe policia tani s'kishte ç'a bënte, avion, një prun 2, mbush andej mbush te, fati që ishte liçeni afër që i binte sa më shpejt. Po që neglizhenca ishte në fillim, pse ta arrinte kaqja? Ishte dhe xhadi asfalti, pse se fikën ata? Domethënë atje ku ra në orën 10 që ka rënë një zjarr i vogël. Njerëzit ata pohojnë se kur më parë nuk kanë parë një zjarr të tillë në tokën e tyre që të rrezikonte banesat dhe jetët e njerëzve, teksa shprehin mirënjohjen për ndërhyrjen e shpejtë të forcave të policisë, zjarrfikësve dhe helikopterëve të forcave të armatosura, të cilët bën të mundur neutralizimin në kohë të flakëve. Shumë prej banorëve të zonës kanë ardhur nga jashtë vendit alarmuar pasi janë informuar për situatën problematike të shkaktuar nga përhapja e flakëve. Para mua me të shtëpia që dua të vijë një inxhinier të kontrolloj shtëpinë, se nuk më mban me shtëpi. Mund bjerje. Komplet pllakat lart janë. Dalin ja s'ka të fare. Merë, çdo gjë që është. Dritare, elektrik. Rrjeti elektrik brenda jo. Hidrolike tëra. Tjetër çfarë dëmesh ka patur në shpesë? Në shpesë nuk bëhet fare, si dua fare ato të shpesës. Vetëm shtëpia që kam një jetë të tërë që punoj, një jetë të tërë kam 30 vjet në Greqia me dokumenta të rregulla, dhe sot mëngjes kam ardhur, se më lemroi çuni në Gjermani ai kishte djegur shtëpia. Çfarë do bëj? Ndodhi që rrezikoa, am mbesa në gruaja. Shumë. Mos kishte ndryrë policia, gruaja do ta kisha gjithë vdekur dhe policia ka bërë pamundurën, helikopteri ka shotur në shtëpinë. Edhe zjarrfikësit kanë bërë pamundur, nuk e lejon gruan në zorën. Na policia jemi okay. Ju kanë ardhur për të ndim të papar. Ndërkohë policia ka arrestuar autorin e dyshuar të zjarrbënies, 20 vjeçarin Nikola Jaso, banues në Drizë, i cili dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën në pronësi të babait të tij për djegjen e disa barishteve, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit, ndërkohë që banorët apelojnë për kujdes në ndezjen e pakontrolluar të zjarreve në këto ditë të nxehta. Sipas të dhënave nga sektori mbrojtjes pranë prefekturës Fier, zjarri përfshiu rreth 110 hektar sipërfaqe me shkure dhe ullishte.